Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita është e mbushur me energji dhe mundësi për t'u avancuar. Duhet të bësh vendime të shpejta dhe të besosh në intuitën tënde. Keni kujdes të mos veproni impulsivisht, veçanërisht në çështjet e karrierës dhe financave. Demi. Një moment reflektimi mund t'ju ndihmojë për të parë qartë në lidhje me disa qëllime personale. Dita është e përshtatshme për të rikuperuar balancën dhe për të bërë përmirësime në jetën tuaj private. Binjakët. Komunikimi është thelbësor sot. Mund të shfaqet mundësi për të krijuar lidhje të reja, por kujdes me fjalët e tepërta. Shfrytëzoni kreativitetin për të pasur një ndikim të madh në rrethin tuaj shoqëror dhe profesional. Gaforia. Shumë emocione janë në lojë, por kujdesi ndaj vetes është kyç. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për të rregulluar çështje personale dhe për të pasur biseda të thella që do të ndihmojnë në afrim me të tjerët. Luani. Je në qendër të vëmendjes sot dhe ka mundësi të shkëlqesh me idetë dhe veprimet e tua. Të tjerët mund të kërkojnë udhëzime dhe do të vlerësojnë liderin që ti je. Përdor energjinë tënde për të arritur atë që dëshiron. Virgjëresha. Dita kërkon një qasje të kujdesshme dhe analitike, ndërsa mund të shfaqen mundësi për përparim. Mos harroni të përqendroheni në detajet dhe të bëni planet tuaja me kujdes. Qëndroj organizuar dhe i disiplinuar. Peshorja. Dita është e mbushur me mundësi për të lidhur me të tjerët, por kujdes me balancimin e emocioneve. Një situatë mund të kërkojë që të merrni një vendim të drejtë dhe të veproni me drejtësi për veten dhe për të tjerët. Akrepi. Ndjenja e pasionit është e fortë dhe mund të të çojë drejt vendimeve të thella. Mos hezito të shprehësh atë që ndjen dhe të kërkosh ndihmën e të tjerëve. Kjo mund të jetë një kohë e fuqishme për transformimin personal. Shigjetari. Kjo është një ditë e shkëlqyer për aventura dhe zgjerim të mundësive. Disa mund të ndihmojnë që të hedhësh hapa të guximshëm drejt një mundësie të re, sidomos në lidhje me udhëtimet dhe mësimet e reja. Bricjapi. Puna dhe disiplinimi janë në fokus sot. Mund të shfaqet një mundësi e rëndësishme për të bërë përparim në karrierën tënde. Kujdes me ndarjen e kohës, duke siguruar që të ruash një balancë të shëndetshme mes punës dhe jetës personale. Ujori. Dita është ideale për të shfrytzuar kreativitetin dhe për të sjellë ide të reja në jetën tënde. Mund të shfaqet mundësi për të lidhur me njerëz që ndajnë interesat dhe pasionet e tua. Shfrytëzo mundësinë për të bërë ndryshime pozitive. Peshqit. Sot je më i ndjeshëm dhe i lidhur me botën shpirtërore. Ndjenja do të udhëheqë në vendimet që merr. Shmang dramën dhe kërko mënyra për të qetësuar dhe për të reflektuar. Krijimtaria është një mundësi e shkëlqyer për të shprehur emocionet e tua. Horoskopi në Top Albania Radio.